Gëzuar Pashkën. Krishti është i gjallë. Në këtë Pashkë i drejtohem me respekt gjithë të krishterëve në Shqipëri, por edhe gjithë popullit shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Sot, në këtë fest të shenjtë të Pashkës, ju përshëndes me dashuri të thellë dhe me urimet më të sinqerta për paqe, bekim dhe një ringjallje të re shpirtërore për secilin prej jush. Jetojmë në një kohë sfiduese për vendin tonë. Ndërsa shumë sy janë kthyer nga zhvillimet politike dhe nga zgjedhjet që afrohen, ne si besimtar nuk duhet të harrojmë se shpresa jonë e vërtet nuk varet nga njerëzit apo nga premtimet e tyre. Shpresa jonë është dhe mbetet në Jezus Krishtin, të vetmin që triumfoi mbi vdekjen dhe që është i gjallë sot e përgjithmonë. Pashka nuk është thjesht një datë e shënuar në kalendar. Pashka është një kujtesë e fuqishme se asnjë gur, sado i rënd, nuk mund të ndalë fuqinë e Perëndisë. Asnjë errësirë politike, asnjë krizë ekonomike, asnjë dhimbje personale nuk është më e madhe se fuqia e ringjalljes. Ai që ngjalli Krishtin nga të vdekurit mund të ngjallë shpresë aty ku duket se gjithçka ka humbur. Ai mund të sjellë drejtësi aty ku ka padrejtësi dhe mund të sjellë jetë aty ku ka vetëm thyerje. Ju inkurajoj vëllezër dhe motra në besim që në këtë Pashkë të qëndroni të palëkundur në lutje, të bashkuar në dashuri dhe të fortë në besim. Le të mos jetojmë si ata që mbajnë shpresën në këtë botë, por si ata që shikojnë përtej saj, drejt mbretërisë së Perëndisë që nuk lëkundet. Gëzuar Pashkën, qoftë Krishti i ngjallur forca juaj, drita juaj dhe shpresa juaj çdo ditë të jetës.